3 ditë më parë, Shqipëria, Kroacia dhe Kosova nënshkruan një memorandum trepalësh në fushën e mbrojtjes, duket se ky memorandum ka alarmuar Beogradin. Memorandumi trepalësh kishte një mesazh të qartë për të gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, ose më mirë, një mesazh për të gjithë se këto 3 vende, që ndajnë vlera dhe interesa të përbashkëta, janë të bashkuara për të përballur me çdo rrezik që synon destabilizimin e rajonit. Mediat serbe kanë zbuluar se menjëherë pas firmosjes së këtij memorandumi, Beogradi ka lëvizur gurët për të krijuar një aleancë ushtarake. Kurir, duke ju referuar burimeve në qeverinë serbe, shkruan se memorandumi i Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në një aleancë mbrojtëse është një kërcënim i drejt për Serbinë, ndërsa në vijim raporton se Serbia duhet të informojë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për këtë çështje dhe të vazhdojë forcimin e kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes. Po cili është shteti me të cilin Aleksandar Vučić po synon të krijojë një aleancë ushtarake? Sipas Kurir, kjo aleancë synohet mes Serbisë dhe Hungarisë. Viktor Orban dhe Aleksandar Vučić tashmë kanë hyrë në një zbatim serioz të aleancës ushtarake mes dy vendeve. Kjo është përgjigje e Serbisë ndaj marrëveshjes së nënshkruar në Tiranë nga Kroacia, Shqipëria dhe Kosova, duke qenë se Kroacia dhe Shqipëria janë anëtare të NATO-s, por kanë nënshkruar marrëveshjen me Kosovën, jo anëtare. Hungaria si anëtare e aleancës mund të nënshkruajë një marrëveshje të ngjashme me një vend që nuk është në aleancën veriatlantike, si në rastin konkret Serbia. Presidenti i Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nënshkrimi i memorandumit ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes paraqet shkelje të marrëveshjes nën rajonale dhe shtoi se është pothuajse i sigurt se NATO-ja as që është informuar për këtë. Vučić, duke ju përgjigjur pyetjes së një gazetari pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, nëse ai kishte folur me të për këtë dhe nëse Serbia do të merrte shpjegim që kërkoi, tha se kjo ishte një nga temat e bisedës që ai kishte ngritur. Kjo është shkelje të ashtu quajturës marrëveshje nën rajonale për kontrollin e armëve që nga viti 1996, por nga reagimet e Kroacisë dhe disa pjesëve të tjera të rajonit, kemi parë se nuk janë shumë të interesuar për të. Unë jam pothuajse i sigurt se NATO-ja as që ishte i informuar dhe sa as nuk u është thënë se cilat marrëveshje janë shkelur, tha Vučić.